Shoqata Atletikës Vllaznia në bashkëpunim me Bashkinë dhe Federatën Shqiptare të Atletikës organizuan aktivitetin Dita e Kërcimeve Arben Mlloja në ndërim të ishatletit kampion dhe rekordmen të atletikës shqiptare. Një aktivitet që krahas garave të veçantë kishte në ceremoninë organizuar në hollin e stadiumit Loro Buriçi edhe praninë e figurave të spikatura të sportit të atletikës në vite, ku një ish kolegi i atletikës, Oltion Luli, tashmë në cilësinë e kryetarit të Këshillit Bashkiak, vendosi t'i dorëzojë veteranit Mlloja titullin e mirënjohjes. Vini ka qenë një sportist mirë përsa i përket karrierës së tij sportive, ka qenë ajo kur lidhësi në mjet presit në të jetër dhe presit tonë, një mënyrë e cila na ka shërbyr gjithëve në sukseset që ekipi i Vllaznisë ka arritur për vite. Kështu që unë jam shumë i nderuar që sot me anën e Bashkisë Shkodër i jap këtë titull Benit si një vlerësim për kontributin e tij dhe uroj që aktivitetet e tilla të kësaj natyre në ndërim të figurave që kanë dhënë kontribut në sportin atletikës, por jo vetëm në sportet e tjera, të jenë të shumta. Emocionet janë të pranishme tek veterani i atletikës Mlloja, i cili të gjithë jetën e tij ja ka dedikuar pikërisht këtij sporti. Po mushin 50 vjet që unë nuk i dam njësaj pisës së Shkodrës. Ndoshta mund duket që shumë po plot 50 vite që unë jetoj me sportin, jetoj me atletikën shkodrane, po jetoj edhe me ka disa vite që jetoj me të gjitha ekipet e qytetit të Shkodrës. Tash më në rolin pothuajse 20 vite, tani në rolin e fizioterapistit. Do them të drejtën kënaqësia edhe atëherë si sportist, po kënaqësia edhe tashti që jam si i shërbej ekipeve sportive. Janë shumë titull kampion. Garat që kam zhvilluar janë një ndër garat më të vështira të atletikës. Kërcimi zgjati një, po në veçanti gara 10 gashit është një garë që edhe sot ka disa vite, që është në vitin 93 që unë kam lënë sportin, ajo garë nuk zhvillohet. Nuk zhvillohet për një arsye, që kjo është një garë si dan përgatitet madhe fizike, një garë që brenda 2 ditëve do bëhen 10 gara. Edhe pjesëmarrja unë kam arritur me bëj deri në 13 gara në brenda 2 ditë, do të thonë janë bërë 10 gashi, gara kërcimi zgjatit edhe 2 stafetat. Arben Mlloja është 13 kampion kombëtar në kërcim së gjatit dhe 10 garësh, duke vendosur disa herë rekorde kombëtare dhe duke qenë antar i ekipit kombëtar. Pas ndërprerjes së aktivitetit në vitin 1993, ai u rikthye në vitin 2000 si pjesë e ekipit të veteranëve të atletikës, ku sërish arriti rezultate të larta duke fituar 8 medalje të arta dhe 5 të argjenta në kampionatet ballkanike. Për meritat e tij në sport, ai është nderuar me medaljet nga infrashëri nga presidenti i Kuvendit, medalje argjent për merita në fushën e sportit nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, vlerësim nga Federata Atletikës për kontribut të shuar titullin deri sportit shkodran nga klubi Vllaznia, mirënjohja Bashkisë e të tjerë, si dhe ai është një nga atletët më të mirë të shekullit.